Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit në fakt dhe duke përfituar edhe nga lajmi i minutës fundit që mund ta gjeni edhe në shqiptara.com, që ka të bëjë me atë që është bordi i paqes. Bordi i paqes votohet nesër në parlament, ka dalë edhe teksti i vendimit që do të votojë parlamenti dhe me lejoni ta lexoj vendim për propozimin e projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Kështu pra do jetë termi që do të përdoret nesër në kuvend. Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 2 dhe 100 të Kushtetutës dhe nenit 17 të ligjit numër 43 për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar me propozimin e ministrit për Evropën dhe punët e jashtme, Këshilli i Ministrave vendosi propozimin e projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes, për shqyrtim me miratim me procedurë të përshpejtuar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, sipas tekstit dhe relacionit që i bashkëlidhen këtij vendimi. Ndërkohë, menjëherë është bërë dhe projekt ligji në Parlamentin e Shqipërisë, që do të votohet në seancën nesër, për ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes. Në mbështetje të neneve 78, 81, pika 1, 83, pika 1 dhe 2 dhe 121.1 Kushtetutës me propozimin e Këshillit të Ministrave, Kuvendi i Shqipërisë vendosi ratifikimin e marrëveshjes së pranimit të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e bordit të paqes sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij ligji dhe është pjesë përbërëse e tij. Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Kryetari Niko Peleshi. Ta nisim me ju, Arber, këtu çka ka ndodhur? Është kjo një marrëveshje që do i bërë kaq shpejt apo është brenda? Besoj që është një marrëveshje e cila është në kushtet e parashikimit të Kushtetutës për të miratuar me procedurë të përshpejtuar. Nuk ka asnjë urgjencë, Shqipëria nuk është në gjendje lufte dhe gjithë të tjera. Pa dashur të bëhem teknik, unë besoj që tani më Shqipëria ndahet njerë dhe përfundimisht me devizën e Bashkimit Evropian. Nëse pranojmë që Bashkimi Evropian politikisht drejtohet nga Franca, qëndrimi i presidentit Macron ishte i qartë dhe qëndrimi i shumicës dërmuese të vendeve të Bashkimit Evropian. Gaza dhe ndërhyrja në Gazë është një vjedhje e hapur e atij pak territori që i ka mbetur Palestinës. Ka filluar që në vitin 47 dhe tani më është një vjedhje e hapur dhe unë besoj që Shqipëria duhet të ketë një kujdes tepër të madh, pavarësisht ftesave personale apo jo, sepse unë besoj që nuk ishte një ftesë personale ashtu siç u trumbetua, ishte një ftesë ndaj 100 e kusur vendeve antarë të... por për Kosovën pati dallim se nuk ju bë Albin Kurti, që ishte njeriu më rëndësishëm dhe është njeriu më rëndësishëm politik i vendit, po ju bë presidentes. Nuk ka rëndësi se... Jo, në rregull, dakord, po edhe individi ka rëndësinë e tij. Ideja është e tillë që e para cënon sovranitetin e një shteti të caktuar, e dyta Shqipëria ndahet njerë dhe përfundimisht nga politika e Bashkimit Evropian. Shqipëria gjeografikisht nuk është pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria është në Europë dhe qëndrimi i Shqipërisë duhet jetë euro-atlantik, po më tepër euro se sa atlantik. Pse mendoni që kjo marrëveshje e largon nga Bashkimi Evropian? Po sepse nëse ne i referohemi qëndrimit të presidentit Macron, i cili përcakton devizën politike të Bashkimit Evropian, ne duhet të themi që sigurisht... Pyetja tjetër është, a kishte mundësinë dhe luksin Shqipëria të thoshte jo? Shqipëria minimalisht merrte kohën e mjaftueshme për ta parë dhe për të pozicionuar, sepse ne nuk mund të bëhemi më katolik se sa papa. Nga njëra anën, ne jemi një shtet që kemi njohur shtetin e Palestinës, dhe nuk e kemi njohur sot, e kemi njohur ka kohë, dhe nga ana tjetër, ti legjitimon një ndërhyrje dhe agresion ndaj një shteti sovran siç është shteti i Palestinës. Pra ka një ambiguitet në politikën e jashtme të Shqipërisë. Sigurisht që zonja Spiropali duhet ta di më mirë pastaj politikën e jashtme. Këtu dua të kujtoj për gjithë ata që janë të interesuar për këtë temë, se relacioni për këtë projekt ligj mund ta gjeni në shqiptare.com, është një material 8 faqesh që kam vështirë ta lexoj në këto momente, por për gjithë ata që janë kurioz, mund të shkojnë në shqiptare.com dhe ta lexojnë qartësisht relacionit ku përmendet qëllimi i këtij projekt ligji, vlerësimi i projekt aktet apo dhe argumentimi që ka dhënë pala shqiptare qeveria në këtë rast, sepse Shqipëria duhet të jetë pjesë e këtij bordi.
Karanja, në aspektin legislativ jemi okej? Mendimi im jemi okej, është një ligj që është çmuar nga ana e ligjvënësve, që të vehet sa më shpejt në lëvizje. Do të shtoja diçka që në listën aty në vendeve që janë ftuar, ke edhe vende të cilët janë vende mike të palestinezëve. Pra nuk është thjesht, domethënë që madje tek ajo lista atyre vendeve ke vende që ja duan mirën Palestinës më shumë se Evropa. Pra të listët që po të kemi parasysh pa i përmendur, janë vende të cilët janë pro Palestinës. Mendoj që do ishte mirë që parlamenti të dilte në një bazë sa më gjerë politike, pra jo vetëm domethënë që të përdoret forca e kartonit për të miratuar këtë ligj, të ishte një bazë gjerë se është një vendim për shtetin shqiptar. Do ishte mirë që edhe partitë politike dhe opozitat ta votonin. Me që sapo ka ardhur qëndrimi i Partisë Demokratike, kështu që jemi në një besoj. Je dakord që është pro? Ja ta lexoj atëherë. Të nderuar kolegë, thot, nesër në orën 9 do të zhvillojmë mbledhje të grupit parlamentar në Seli lidhur me seancën e sapo njoftuar plenare. Pavarësisht shkeljes së të gjitha rregullat procedurale kushtetuese dhe rregullore së kuvendit, si një provokim të ulët ndaj opozitës dhe qytetarëve shqiptar, nga njeriu që ngërçin, se e kanë shkruar gabim, ngërçin e tij me SBA-n dëshiron t'ja imponojë Shqipërisë apo të mashtrojë shqiptarët, sikur kjo nuk ekziston, ne do të marrim pjesë nesër në seancë, si mbështetje ndaj përpjekjeve angazhimit të presidentit të SBA-s për paqen dhe sigurinë globale. Ky është qëndrimi dhe besoj është një lajm për lajmi i fundit. Partia Demokratike sapo deklaron pjesëmarrjen e saj në seancën nesër për të votuar, por e bukur është. Jo, e bukur është që do bëjnë garë nesër kur shkojnë. Nuk shkojnë për të votuar 140 vota për Shqipërinë, po vjen për të votuar për presidentin e SBA-s. Jo, ta themi edhe këtë se ka nuk pra, mënyra se si i shpreh, ne do të marrim pjesë nesër në seancë si mbështetje ndaj përpjekjeve të presidentit të SBA-s për paqe dhe sigurinë globale. Po Shqipëria ku është në këtë? Tani, peshë specifike që ka Shqipëria faktikisht në, po themi, në aspektin gjeopolitik në lidhje me këtë lloj organizmi të ri, se kështu mund ta quajmë faktikisht që është shpikur nga. Jo, duhet ta falenderoj PD-n që i dha përgjigje pyetjes a do ta votoj PD-ja nismën e presidentit. Po pra, po kjo ishte pa diskutim. Jemi në Pra, nuk vjen në dyshim, madje do ketë garë se kush do të shkojë më shpejt. Mendon që do shkojnë 140 vota? Absolutisht, nesër 140 vota. Vetëm po që në një jashtë shtetit. Pra pas reformës do vi me vrap. Pas reformës në drejtësi do kemi 140 vota. Ndoshta vetëm deputeti Arlind Qori, ndoshta jam kurioz për të. Patëm pak më pak se 140 në jo për reformën po. Ishte të gjithë bashkë, por nuk e di se shpati 3-4 persona nuk Jo, 100%. Po pa gjithë ta ishtë tu, votuan 120%, po ta ishin jashtë. Ishte të që ishte dhe me temperaturë, me regjim shtratë. Erdhë gjithë. Tani edhe nesër do kemi votimin prapë. Do kemi votim unanim, gjithë janë mbështetjet të Shtetit Bashkuar, pavarësisht politikës e tjera. Unë mendoj... Atë jam kurioz, deputetin e partisë Arlind Qorit. Është shumë e shpejt, gjithë ke vendimare kështu e jashtëzakonshme, për mendimin tim, Shqipëria ka detyrimin që të ketë një qasje tavam si Europa, në mendimin tim, pavarësisht nuk them servilizve, po ne kemi pranuar këtë edhe si popull që jemi pro-amerikan në mënyrë absolute, është e padiskutueshme, por mund edhe të kishim pritur pak për të parë edhe kush është reagimi, sepse konfirmimi që ne kemi bërë, që është bërë zyrtarisht tashmë nga kryeministri, është bërë vetëm nga shumë pak shtete. Pavarësisht se janë 100. Nesër do të bëhet e qartë sa janë shtetet që kanë thënë po. Pak, deri tani. Paktën që është thënë publikisht. Çfarë ka thënë media, po është e vërtetë. Pastaj pjesa tjetër normalisht që duam apo s'duam, kjo është një gjë që ne kemi planuar. Edhe shtetet tjera ndrojnë mendje. Deri nesër. Tani se çfarë do bëjnë ata, ne po e miratojmë një herë, po e çojmë në parlament, kështu që po ratifikojmë, kështu që PD-ja e ka sjellë njoftimin me gërma kapitalin. Ne do të marrim pjesë. Kështu që pa diskutuar. Duhet ishte një gjë e pritshme kjo. Jo, sot Berisha nuk ishte ambigu, tha nuk e di çfarë është kjo nisma. Okej. Avokat ti e di e pa lajmëruar unë se PD-ja do të shkonte. Pse? Po sepse në fakt ka një handicap këtu. Edhe Berisha mendon sikur këtë handicap nuk e kuptojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Berisha e bën për hesap të kokës vetë. Do më thënë, a i mendon që duke mbajtur qëndrimet tilla servile ndaj Trump do t'i hiqet në grata. Po. Edhe për këtë, do më thënë, do bëjnë efekt ato 6 milion eurot që ka marrë Lachivita. Po. Por problemi është që i bën hesapet pa në gjinë. Pse? Sepse ata nuk shikojnë vetëm çfarë thot Berisha, po shikojnë çfarë thon për studio analistë të ndryshëm që janë pranë Berishës, zëra të ndryshëm që janë të Berishës, faktikisht janë goja e Berishës dhe gjithë pa përjashtim ata janë të kundërt me këto që thot Berisha. Kështu që ata thonë, domethënë që Berisha e bën një gjë të tillë, e bën thjesht edhe vetëm se e ka zënë halli me neve. Edhe bën rolin, domethënë. Avokat. Por që ne duhet të votojmë pro. Duhet votojmë pro, duhet votojmë pro, edhe nuk duhet të bëjmë, domethënë, rolin sikur Shqipëria është Franca, apo sikur Shqipëria është Gjermania. Shqipëria është një vend që ne ekzistencën e shtetit shqiptare kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E para, ata na kanë dalë zot. E dyta, ata na dhanë neve shtetin e Kosovës. Na dhanë një shtet të dytë shqiptar në Ballkan, që ishim koloni e Serbisë. Na i dhanë shtetin e dytë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E treta, sigurinë kombëtare të kombit ton, këtej dhe të Kosovës atje, jo thjesht dhe vetëm me bën zvillin atje që kanë bazën ushtarake e tjera, por e kemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara, administrata e demokratëve, jo administrata e republikanëve. Ka një qëndrim krejt të ndryshëm të administratës të partisë republikane kur kanë ardhur në pushtet, me Kosovën edhe me Serbinë dhe një qasje krejt të ndryshme. Pra, vërtet e një lloj ndryshim. Po ti isha shuna kishte marrë Serbian e kishte ngrirë Është rezoluta 2224. U flisni tani zot. Mundi bëni ter politik. Edhe pra në këtë aspekt ne është një vlerësim i jashtëzakonshëm që i bëhet Shqipërisë por që i bëhet edhe kryeministrit këtij vendi si partner tepër serioz, edhe ne do të jemi krenar edhe për kryeministrin që kemi, sepse ai merret individualisht edhe do ketë një rol. Edhe do shikojmë edhe mbrapa se çfarë do të ndodhi. Tani pyetja ime është kjo. Edhe mirë po neve faktikisht ne po që në linjën e Serbisë bie fjala nuk është Serbia këtu. Po nuk që Serbia nuk do të jetë Shqipëria gjatë. Pyetja ime është ky kompromis nesër mes PS-s dhe PD-s, kjo vote përbashkët, do ta zbus klimën politike për ta mbyllur? Jo, s'ka asnjë arsye. Kjo absolutisht s'ka lidhje. Përparim? Absolutisht s'ka lidhje. Protestat u mbahet 24. Edhe mos harroni një gjë. Mos harroni një gjë. Fillon lufta po aty. Po. Mos harroni një gjë që në këto nisma që janë të tilla, Edi Rama asnjë lloj veprimi nuk bën pa qenë në unison me Bashkimin Evropian. Edhe për këtë ka pyetur për të madhe. Ka pyetur. Edhe kjo e forcon ka bërë pro edhe për të nuk e cënon. Makroni s'ke punë me ne ti vazhdo. Jo vetëm një sekondë, kjo është interesant. Pra ju mendoni se e kap tek ajo që tha zoti Hoxha. Po pa i thënë Makroni, e pa i thënë Meloni edhe pa i thënë kancelari gjerman asnjë gjë nuk bën Edi Rama. Tenis, unë do shtosh edhe diçka, edhe Hungaria. Plus që Toni Bleri Hungaria është pro. Që është edhe vendi i Bashkimit Evropian. Po edhe Hungaria është pro, edhe Slovakia. U veshën si partizanë edhe Gjermanë që ishin bëhet që janë pro. Duhet ta marrim më ngushtë, ke edhe brenda BE-s që kanë mendim ndryshe. Për shembull, Hungaria është pro kësaj. Viktor Orbani ka dalë publikisht, ka dalë mbrojtje, që në fillim para nesh. Pra domethënë ke vende dhe në BE që kanë mendim tjetër. Edhe do i bashkohen disa vende. Gjithmonë një qasje. Edhe çfarë ka thënë Orbani për Evropën ka dalë. Çmimet e naftës janë rritur, në Evropë është tentu jeta, ta kishin gjuar atë, s'kishin për të shku puna deri këtu. Po shpërdoron paratat ndej nga po shkojnë. Po drejt ka ai. Pra nuk jemi në rrezikun që Shqipëria të ndahet mes Shqipërisë dhe mes BE-s dhe Amerikës. Absolutisht, kjo neve na shpejton bile. Në Bashkimin Evropian, po? Shteti 52 i Amerikës, po, për në Bashkimin Evropian. Na shpejton. Je i sigur për këtë? Që të dy, absolutisht janë duke vrapuar për të ngritur kartonin, kur them që të dy, po them Rama dhe Berisha. Rama dhe Berisha, se kanë të njëjtin hall.
Njësoj janë. Po që të thot doktori? Si një thati dhe njomi një loja. Nuk e kam një punë. Kupton, nuk ka lidhje fare. Janë pothuajse në tjetër kush mund të nesër ndërkohë përveç votimit në parlament nga një 30 sekonda është edhe vendimi i gjykatës kushtetuese nëse do të vijojë të mbetet pezulluar zëvendës kryeministrja apo do të hiqet pezullimi. Nga 30 sekonda jo opinion, vetëm një parashikim. Vendimi nesër. Kam një, nuk e di, besoj që mund të dali një votim 4-4. Që do të thotë që qëndron pezullimi në fuqi. Jo, rrëzohet ankimi i... Po pra, qëndron pezullimi, pra. Po, pezullimi i gjykatës. I zëvendës kryeministrës. Këtë po të them, pra. Avokat? Nuk do jepet nesër vendimi, se nuk shpallet dot nesër, do gjykohet çështja, po mund të shpallet më vonë, por 100% do pranohet kërkesa. Po, jo 5 me 3 sa ishte, por do të jetë 9 me 0, 8 me 0. Arber? Unë besoj që është pa objekt fare. Ska gjë. Në finale nuk sjell asnjë të mirë publike, për aq kohë sa tani më prokuroria e posaçme ka shkuar me kërkesë për... Jo, ka efekte, se një vendim lënien fuqi e lë e pezullon zëvendësurin së gjinesër. Shteti shqiptaror burr, nuk e drejti të kërkosh shkarkimin e ministrit. Në qoftë se për të ardhmen e Shqipërisë. Vendi do t'i jap viston prokurorisë posaçme që të... Jo, mos shko te kuvendi, rritë kjo. Te vendi më pa objekt pra atë po pse është pa objekt? Duhet shkarkuar nuk duhet? Duhet pezulluar, patjetër që duhet pezulluar. Është instrument procedurial. Po, kjo është antikushtetuese që thua ti. Po jo më se është. Po është se bie ndesh në 104 të kushtetues, më rreth. Po nuk e shkarkon më. Përfundoje Karanxa. Opinioni legislative dhe interpretimi gramatikor i dispozitave procedurale. Një sekondë lutem, se këtu jemi po. Mendoj që do lehet fuqi vendimi i shkallës parë. I pezullimit. Është gabimi i hartuesve të kushteve të procedimit që kemi arritur të pikë. Sepse fakti që kemi shkuar në gjykatë kushtetuese për interpretim është vendosje e gabuar dhe përcaktim shumë i gabuar i kushteve të procedimit për zyrtarët e lartë. Faleminderit Karanxa, dita e nesme është padyshim plot me zhvillime, kështu që ju ftoj të ndiqni Report TV. Unë falenderoj katërt pranishme dhe ju të nderuar teleshikues që na ndoqët të gjitha lajmet për sa i përket marrëveshjes së Bordit të Paqes së Shqipërisë me presidentin Trump i gjeni në shqiptare.com. Natën e mirë dhe mirupafshim.